Moderatorja e njohur shqiptare Roza Lati, e cila për vite me radhë drejtoi emisionin Why Not në RTV Ora, ka kohë që është larguar nga ekrani dhe mungesa e saj është ndjerë nga publiku. Së fundmi në një Insta Story ajo është përgjigjur fansave që e pyesnin për arsyet e largimit nga televizioni. Roza tregoi me sinqeritet se arsyeja kryesore është gënjimi i thellë që përjetoi ndaj mënyrës si funksiononte televizioni ku punonte. Ajo rrofen se ndonë se e ka dashur dhe shijuar punën e saj, presioni psikologjik dhe mungesa e mbështetjes në momente të vështira e detyruan të largohej. Pas përfundimit të sezonit të fundit të Why Not, Roza përjetoi një periudhë shumë të vështirë personale, përfshirë humbjen e dy qenëve të saj të dashur, Petit dhe Sashës, si dhe një shtatzani të dështuar. Ajo përmendi edhe pjesëmarrjen në Big Brother VIP Albania 3, ku thotë se janë bërë padrejtësi dhe se ka mbetur e zhgënjur nga drejtësia dhe profesionalizmi në disa media. Megjithatë, Roza i gëzoi fansat me lajmin se do t'i rikthehet ekranit, madje më fuqishëm dhe më profesionale se kurrë më parë. Ajo premton jo vetëm një rikthim personal, por edhe një bashkëpunim me profesionistë të tjerë të zhgënjur nga televizioni aktual, cilës si shprehet ajo ndajnë të njëjtin qëndrim. Për momentin, Roza thotë se po i përkushtohet vetes, familjes dhe dashurisë. Ne i urojmë shëndet, forcë dhe suksese në gjithçka që ka në plan.